Kur bëhet fjalë për një rutinë ditë-natë, unë preferoj që ta kem sa më minimaliste, ndoshta duket e pabesueshme, sepse duke qenë edhe personi i teatrit edhe i ekranit, mendohet që ne e kemi jetën të mbushur me produkte, me make-up. Për mua këto dy produkte janë më se mjaftueshme që lëkura ime të qëndrojë e hidratuar edhe e shëndetshme gjatë gjithë ditës. Ka kategori të ndryshme kremrash, ndërkohë ky krem ofron një hidratim intensiv, ndaj edhe ma mban lëkurën të hidratuar për gjatë gjithë ditës. Më mjafton ta aplikoj një herë në mëngjes dhe fytyra do t'jetë e butë edhe hidratuar deri në orët e mbrëmjes. Ndërsa në mbrëmje përdor kremin me retinol, i cili ka përbërës mjaft aktiv edhe një përqindje të konsiderueshme, megjithatë është mjaft miqësor me lëkurën edhe nuk i krijon ato irritimet e padëshirueshme. Është një krem i cili ndihmon për të mënjanuar sa më shumë hiperpigmentimin, ndihmon gjithashtu edhe në reduktimin e atyre vijave të holla, rrudhave të vogla, rrudhave të para. Pra ky është seti që unë përdor për rutinën time të kujdesit për lëkurën, për ditën edhe për darkën.